Përshëndetje për gjithë shikues të dashur të televizionit TV1 të emisionit të Omël. Mirë se po takohemi bashkë edhe këtë vikend, e duke shpresuar që jeni të kaluar një ditë të diel të bukur. E sot kemi ardhur në qytetin e Prizrenit, saktësisht tek Diari, i cili vetë është duke na mirë pritur. Diari ka pasion shqiptarin tash disa vite, mirë po jo vetëm. Nga sporti i biçikletës kaloi tek sporti i shoqëtarisë. Tashmë është i angazhuar si një sportist profesional. Për këtë qyshe tek vetë fjallë, hajde shkojmë ta vizitojmë bashkë. Mos harroni, kom ju tregu se edhe qysh me gjujt me shigjet. Tashmë jemi në hapësirën e klubit të shoqëtarisë tradicionale këtu në qytetin e Prizrenit. Siç ju prezantova më herët, do të flasim me një sportist rreth karrierës së tij, mirë po jo vetëm, edhe pasionit për shoqëtari, mirë po se çu filloi krejt kjo na tregon vetë Diari. Diar, faleminderit shumë që na pranove. S'ka përse, mirë se ardhët. Faleminderit që na pritën në Prizrenin e bukur. Si fillim mundesh me na prezantu pak me veten, mirë po edhe me vendin ku aktualisht ndodhemi. Është klubi ku ti prej vitit 2021 vetë se janë të arsu, kështu po themi, edhe vazhdon ushtrimet çdo ditë më mirë, më shumë. Përshëndetje, jam Diar Emini. Jam sportist që nga viti 2021 në klubin e shoqëtarisë tradicionale. A na tregon Diar çish fillove me shoqëtari? Është një sport? Po themi kështu të paktën që në Kosovë nuk është shumë të rije zgjedhjen. Ndoshta kjo është një sport më i vjetër në vendin tonë, po çish fillove ti në Prizren? E dim që Prizreni është një votër që i ruan traditat dhe kulturat e vjetra shqiptare. Në Prizren kur ja kom nisur unë në shoqëtari e kom pas shokun, tash e kam edhe trajnerin. Kemi qenë bashkë me një sport tjetër, në biçikleta, e jemi njoftu. Pastaj ja kanë nisë këta shoqëtarisë tradicionale spori. Më ka hyrë një si hobi, se kam marrë pjesë në disa herë, jo do me thonë kam marrë dhe kjo më vizitu, më ka pëlqyer edhe si pasion. Pastaj do me thonë folja edhe me trajnerin, thash a ka mundësi do me thonë edhe unë me hy në këtë klub. Tha po, mund është më ardhë. Ja kom nisë me një shigjet të vjetër, nuk është e vjetër, po është me një pak ma e lehtë është. Ja kom nisë me ata, pastaj tu i përcjell garat e do me thënë kombëtarëve të huaja. Ja kemi nisë, do me thënë e kom blerë këtë shigjetën e re, shigjetën teme personale. Për momentin jemi duke marrë pjesë në gara të ndryshme, jo kombëtare, ashtu edhe jashtë vendit. Në Turqi kam marrë pjesë në gara, së bashku me një shok tjetër. Në gara në Prizren e kam marrë pjesë me një garë në Prizren. Ta shpresojmë në gara tjera me marrë pjesë. Se jo, është një sport i cili padyshim që duhet me u shpalur sa më shumë edhe duhet me u tregu tek trejnjet, se ndoshta edhe ka shumë persona që nuk e dinë që ekzistojnë klube të shoqëtarisë në Kosovë. Sa është i vështirë si sport, po du mu ndalë kështu. Ndoshta prej biçikletës, që është një sport shumë ai lehtë edhe një sport që e fut krejt trupin në lëvizje shoqëtaria, sa është i vështirë apo vetëm duhet me pas drejtim që me gjujt. Në shoqëtari mas pari duhesh mi pas, domethënë, syt që me pa pak ma mirë, se kemi gara në 18 metra dhe kemi gara në 70 metra. Në 70 metra, une jo pse vendosi syza, po kam pak probleme me largësi, po si mbas trajnimeve që i mojna, si mbas do me thënë ushtrimeve që i bojna në klub, më ndihmon për shikim, më ndihmon për orientim. Orientimi është do me thënë pjesa kryesore e shoqëtarisë. Pastaj kraht, do me thonë tërhekjen kur e bëjnë atë shigjetës, në fakt po shigjetës. Pastaj do me thonë këto shigjetat shkojnë si mbas tërhekjes, do me thonë ka shigjeta ma të lehta për fëmijët ma të vegjël, ka shigjeta pak ma të rënda që janë edhe ma mirë shkojnë. Diari jenë të arsu me një klub i cili jo vetëm ti, mirë po mbrapa ti qëndron një ekip e madhe, edhe një ekip e cila përbëhet nga mosha të ndryshme deri në moshën 30 vjeçare. Tregona pak sa persona jeni të arsuar çish konkret pjesa ekipore që ju e bëni, pyçuj kështu nëse jo çdo ditë paktën 2-3 herë në javë stërvitjet padyshim që mund të realizohen. Jemi diku rreth 20 sportistë profesional në grup. Kemi edhe grup mosha tjera.
Këta 20 profesional janë domethënë në disa grup mosha, për shembull U18 kemi, U21 kemi, U14 kemi, U16 kemi, edhe e kemi njonin pak më të madh se unë i kom 26 vjet, dikur rreth 30 vjet i ka. Një ekip goxha e madhe që shndronin mbrapa. Po so është e vështirë me bashkëpunu në ekip, sidomos ndoshta me mësu prej fillimit, edhe atë karon ndoshta që me pas bashkëpunime edhe me ekipat më të vogla, U14 për shembull, një sport që për ta është goxha e rrezikshëm. Në klub i kemi domethënë orarët tona. Unë trajnona edhe sipas ndihmës trajnerit, po edhe ka edhe fëmijë domethënë që janë U14, U16, edhe me ata edhe i ndihmojmë aty në domethënë në këtë sport, po edhe trajnohemi bashkë me ata. Ata kanë një herë edhe bëjmë gara, domethënë sipas në grup moshave. Më ka rënë shpesh me hupi të veçëllëve, po Kaluse. Djarë tregom sa është i sigurt sporti i shoqëtarisë. A ka sigurinë këtë sport? Sportin e shoqëtarisë është një ndër sportet më të sigurta, me thënë, në sportet kundër sporteve tjera. Siguria e këtij sportit merret nga, domethënë siguria e garave në këtë sport merret nga ana e Federatës së Shoqëtarisë. Sportistat e ri kur vinë në klub, spori i jepet domethënë siguria, i tregohet për harkun, i tregohet sigurinë. Kryesorja nga secila në rregullat e domethënë në rregullat e shoqëtarisë është e para është siguria. Sportistat e ri të cilët e marrin për herë të parë harkun në dorë, gjuajnë në distanca të afërta. Në distanca të afërta, të them në distanca 1 metër, mbas sportistit patjetër është mbën drejt ose një sportist profesional apo edhe një domethënë trajner. Këto janë domethënë rregullat e sigurisë që patjetër që çdo kush që vjen antarësohet në klub duhet të ju përshtatet. Po, janë domethënë siguria është e para. Pas siguri domethënë nuk i japim harkun, as domethënë nuk e lajm me gjujt. Spori domethënë një sportist kur vjen në klub, na edhe pse thot jo di unë me gjujt, jo e kom pa në film apo e kom pa në përgara tjera, na i kemi disa lastik që thom, janë lastikat, spori ja tregojmë teknikën. Në fakt spori i tregojmë rreziqet që mund të ndodhin. Pastaj ja tregojmë teknikën me sipas lastikut që thash, e tërheq lastikun, e shikojmë domethënë a e ka teknikën e mirë, nëse ka domethënë nëse nuk e ka teknikën e mirë, ja mësojmë mas pari teknikën. Mu më ka ra 2 javë me ngrej lastik, mas 2 javë e kom marrë shigjetën. Cilat janë disa nga rregullat që ju shigjetarët i mësoni, kështu të krejt në fillim ndoshta të praktikimit të këtij sporti? E përmend një ndër to që padyshim që kur ka një person afër targetit duhet që me heq shënjestrën nga harku. Cilat janë disa rregulla tjera ndoshta të thjeshta që kishte mujt neve që nuk kemi të bëjmë me shigjetarit me na mësu? Rregulla e parë është nxemjet. Nxemjet që i bëjmë, nxemjet jemi patjetër me bo, sepse mundëm me pas lëndime, për shembull mos me bo nxemjen e krahut, mundëm me pas lëndime si me dal krahu për vendit, apo domethënë mu lëndu në gishta. Për ndryshe, rregullat tjera, siç e thash, e kontrollojmë kjo pjesa e ka emrin clicker, e cila është domethënë e tregon këtu kur ta ngrejmë shigjetën që secila shigjet me dal njëjtën tërheqje. Pastaj këto i kemi stabilizatora i thejmë, për me mbajt stabilimin e harkut. Këtu e kemi shënjestrën, ku e marrim shënjestrën, krah të shigjetës, këtu e kemi pjesën ku e kapim shigjetën, edhe këtu e kemi një pjesë të vogël e cila e mban, domethënë e shtyn pak shigjetën jashtë ose e tërheqim brenda. Në pjesën e naltme e kemi këto, kur ta hypim nalt e kemi në distancat e afërta,
kurse kur ta hekim poshtë e kemi në distancat e largta, se për shembull kur të mojna këtu e mojna drejt dorën, kur e shkojmë në distancat e largta, për shembull në 70 metër apo në 50 metër, e zbresim këtu edhe na çohet pak dora më lart. Çfarë do të thonë me shku tek harku ku e kemi larg. Sa janë vështira garat? Kemi qenë 2 sportista të qytetit Prizrenit, kemi marrë pjesë në garat Barbov, quhet, e cila nuk e përdorim shënjestrën. Është gara e parë, është me 6 shtator në Luleburgas. Në ambientin e hapur kemi pas qenë largësia ka qenë 50 metra, edhe aty kemi pas domethënë kundërshtar pak më të vështirë, se jemi kon edhe në shtetin e Turqisë, është një shtet që ka përparu shumë në këtë sport, edhe i ka domethënë sportistat shumë më të mirë, se jo vetëm rreth Ballkanit, po edhe rreth botës i kanë sportistat e mirë. Gara dytë u kanë në ambientin e mbyllur në 18 metra, po prapë në njëjtin vend në Luleburgas, po ka qenë gara e cila është mbajtur për çlirimin e Turqisë, për ditën e pavarësisë turqisë. A rrëmbyt në ndonjë vend kështu qysh ka entuziazme dëdjem të ri prej Peçushit i Prizrenit, që padyshim që është goxha e vështirë me arrit edhe me shku me përfacu qytetin tonë, vendlindjen tonë tek e fundit. Kemi pasur vështirësi shumë, domethënë ndihma e kryetarit klubit apo trajnerit klubit na kanë ndihmu shumë, na kanë ndejtë edhe mbrapa shumë. Na jep motiv në gara, na thirr, domethënë edhe nëse hupni, nuk është domethënë diçka që mundi me marr afër zemrës, po e kemi pas një renditje të mirë. Nuk kemi mujtë me arrit deri në finale, po kemi arrit deri në një nivel. Gjysmë finale për gjykshtot. Gjysmë finale. Djerë të regona ki ndërmend me ndalë, me pauzu, apo ku eshe djari vetën me këtë sport të shigjetarisë? Unë jam në vitin e fundit në Universitetin e Trakjes në Edirne. E kam vitin e fundit në universitet. Si ta kryj universitetin, janë të bo plan më kthy në vendlindje, edhe me vazhdu prap sportin e shigjetarisë. Sportin e shigjetarisë deri inshallah nuk më ndodh diçka, kam e vazhdu. Qysh më ardhë në klub shigjetarisë, sa dhe mos me provu, të pak të me gjujt një herë me shigjet. One kam gjujt me shigjet veç kërë më kom fëmi djarë. Kështu që, mas pari ma të regove, sigurin krejt që do të më pas një vek, pa të shumë që është një shigjet e thjesht, një harki thjesht, që mujmë gjithë me bo gjuajtjeve të, po të regona se fillim që ka duhet me ditë para se me gjujt. Spori është rregulla e parë, do më thënë si duhesh me nej. E kthejnë në anën kështu, do më thënë. Kneva ma bjeta shneva. E qanë dorën e majtë. Rrim drejt, kam t'i hapë, sajki t'hapë, që do e manë, që do kishtë, që kjo është harku. Në harku është në 3 ngjyra, në 2 ngjyra fakt. Është pjesa e verdhë, 2 të ndjeta, do të më ndejtë në këtë anën, ndërsa ngjyra vetëm një që është, do të më ndejtë anën tjetër. Në harkun olimpik i përdorin vetëm 3 gishta, 2 gishta për fundi edhe njonin net. Qëto, që ato pak më nën. Tash, ngreje. Pak që të në lëshoj ku. Dështoj. E provojme dhe njëherë. Qërë se me të pare nuk bëhet kur gjo, po bëhet dhe e dyta. Qështo? E që më mëse mojnë dhe vetëm pak distanci jenë. Të rriqen. E treta e vërteta. Hajde. Të rriqe pak ma shumë. Me të rriqe ma shumë? Po. Okej. Se është në shigjet e ri. Të rriqe, në shumë. Ajo thash të me tretën kena me bo. E dashur shikues, ishte gjithë ky materiali që kemi përgatitur për këtë javë bashkë me Diarin, një 26 vjeçar këtu nga qyteti i Prizrenit, i cili ka një pasion shumë të madh për shigjetarinë. Për materiale të tilla, mirë po edhe për rubrika të tilla, vazhdoni që ndroni me ne deri dielën e ardhshme. Mirëmbëjtje.